Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të shtrenjtë, Behlulin të cilin e pandehni si të çmendur, një ditë për ditës i tha Harun e Rashidit: "O Harun, o i çmendur, thirrë mendjes." I tha Haruni: "A unë jam i çmendur apo ti i mençuri?" "Ta sigurisht që unë jam i mençuri." "Më trego, tha, si që nga kjo mendje jote ka që mençur?" Thot Behluli: "Mendja ime më mësoi mua që të harroj këtë botë dhe të ndërtoj të ardhmen time, pra të ndërtoj ahiretin. Kurse ti o Harun, çfarë bën? Ndërton pallate, shtëpi të mëdha, kurse je duke harruar ahiretin tënd." Atëherë Harun e Rashidi tha: "O Behlul, të lutem më këshillo." Thot Behluli: "Këshilla e vetme e imja për ty është: përmbaju librit të Zotit, sepse aty ke këshilla nga të parët tanë dhe mësime se si të ndërtosh pra botën tjetër, pra ahiretin." Atëherë, për hir të kësaj këshille të bukur që ja dha Behluli Harun e Rashidi i tha: "O Behlul, më trego 3 kërkesa dhe unë do t'i plotësoj ato me një herë." "Po," tha Behluli, "kam 3 kërkesa. E para, thot, prej tyre është që të ma shtosh jetën." Tha Harun e Rashidi: "Unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Kërkesa ime e dytë është që të ma ruash nga zjarmi të meshëm i xhenemit." Tha: "Po unë nuk kam fuqi ta bëj këtë gjë. Kërkesa ime e tretë është që të më mbrosh nga meleku i vdekjes." Tha: "Unë nuk kam fuqi ta bëj këtë gjë." Atëherë thot Behluli: "O Harun, dije se dhe ti je një robër i Zotit dhe nuk je aq i fortë sa që mendon." Prandaj vëllezër të nderuar, kush është këshilla e kësaj historie? Këshilla e kësaj historie është të ndërtosh të ardhmen tënde ahiretin duke mos e harruar këtë botë, pra dunjan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.